Mjeku zbulon arsyen pse keni gjithmonë këmbë të ftohta. Anemi. Këmbët e ftohta mund të jenë shenjë se jeni anemik. Kjo do të thotë se trupi nuk ka mjaftueshëm qelizat të kuqe të gjakut, ose ato nuk janë mjaftueshme të shëndetshme për të kryer detyrën e tyre dhe për të marrë oksigjen nga mushkrit në pjesën tjetër të trupit. Sëmundja e arterieve periferike. Kjo gjendje ngadalson ose bllokon qarkullimin e gjakut në këmbët tuaja, gjë që mund t'i bëjë ato të ftohta. Diabet. Nëse keni diabet, jeni në rrezik për një sër problemesh që mund të prekin këmbët. Hipotiroidizëm. Gjëndra e tiroides mundet që të jetë fajtore për këmbët e ftohta. Ajo prodhon hormone që prekin pothuajse të gjitha organet. Hormonet gjithashtu ndihmojnë në shndërrimin e ushqimit dhe oksigjenit në energji. Nëse keni një tiroide jo aktive, ajo nuk lëshon mjaftueshëm hormone dhe mund të keni ftohtë.